adhurimet, ibadetet jashtë Ramazanit dallon me në Ramazan. Imagjinoje, dietar kështu thojnë, një tesbih edhe merr thu subhanallah jashtë Ramazanit një sevap. Çat tesbih subhanallah me thon Ramazan sa 1000 herë me thon jashtë Ramazanit. Se Ramazan paguhet shtrejt. Sezona është, panajiri është. Edhe Kurani, leximi i Kuranit e ka pagesën çmimin e shtrejt. A disa dembela njerëz kur i shoh kanë kohë me lexu libra, romane, vepra, rrjetet sociale nuk ka njerëz që se përdor, 2 orë, 3 orë, 5 orë, sidomos tash mundesh me marr telefonin, edhe prindrin fund ja merr djalit, edhe aty tregon e kanë grumbullu mbledhje, eshtje ju çuna të vegjël eshtje. Aty në fund tregon sa orë e ka përdor djali telefonin. Del 4 orë 5 orë. Nuk ka kohë 10 minuta Kur'anin. A Kur'ani ka zbrit për neve, për mi dhonë shije, sens, dynjajës, shpijes jep shije kush lexon Kur'an. A e dine se dini, momenti që lexon Kur'an, e ka zbresin me lachet, prej qilit te kaj që ka lexon, te shtëpia që lexon, te vendi që lexon. O gjë shumë i të tregu me vlera ma, me botash një test, një statistik, një flet edhe kitë me rend. Tregu, ati me lexu Kur'an, kam frikë se kam me dorë rezultati që nuk na knaq. Atë qunat e tonë din anglisht, mi pyet ke din. Shumica, nëse i përcjedhin serialet, filmat, programet, ku pjesa dërmuese është në gjuhën angleze. Pleq thojnë s'dina na. Ama mi pyet pleq ke dina maqedonishtën dhe serbishtën. Zdravo, kako si? A, kësi dojda? I dikta, pse ja ka imponu puna, paga, për me mësu, për me u regjistru kompani, në firmë, të një punë, preduzet, pa tjetër. E për nëso është pa tjetër me mësu gjuhën masnishte për me regjistru në punë. Gjuhën angleze, së është gjua internacional. Kurani është gjua internacional i gjenetit. E ta është i do pagën, a e do firmën, a e do gjenetin. Pse o gja, me Kuran, e fitojmë i gjenetin, po me që e fitojnë?